Vuani nga dhimbja e veshit, ja si ta trajtoni në kushte shtëpie. Vaj ulliri. Vaj ullirit vepron si një qetësues i shpejt ndaj dhimbjeve të veshit. Ai shërben si lubrifikant dhe ndihmon për të luftuar infeksionet në vesh. Gjithashtu mund të ndihmojë në ndalimin e zhurmave brenda veshit. Hidhni 3 deri në 4 pika vaj ulliri të vakët në kanalin e veshit. Gjithashtu mund të ngjyrni një tampon pambuku me vaj ulliri dhe ta vendosni në vesh. Hudhra. Vetit analgjetike dhe antibiotike të hudhrës ndihmojnë në qetësimin e dhimbjeve të veshit të shkaktuara nga infeksionet. Nxehni një lugë çaj hudhër të grirë në të, lëreni që të ftohet dhe më pas kullojeni vajin. Hidhni 2 deri në 3 pika prej tij në veshin që dhëmb. Një tjetër opsion është që ju të shtrydhni lëngun e disa thelpi hudhër dhe më pas ta hidhni në veshin që ju dhëmb.